Mirë bravo. Keni parasysh këtë rrugën Hollywood që ka këto yjet të toka, që zakonisht i dedikohen artistave dhe aktorëve. Një nga këto yje, të zemër që ta dini ju, i dedikohet Neil Armstrongut. Le të flasim për jo vajtjen e njeriut në hënë, o zemra. Neil Armstrongu, për ju që nuk e njihni, është personi i parë që ka vendosur këmbën në hënë. Dhe kjo është gjurma që bëri. Megjithëse kpuca që kishte vesh ishte kështu. Kështu që nuk e di si e bëni këtë gjurmë këtu, o zemra. Nëse domethënë këtij Neilit, o zemra, duhet më i dhëm patjetër kredite se është goxha aktor i meritum. Domethënë, sidomos kur e krahason me kohën 1969. Një nga këto yje duhet ja jepshim patjetër, se është goxha aktor i mirë. E kupton? Po që nuk është mjaftueshëm i mirë me i dhënë në Oscar, në gjë kështu. Thjesht nga fakti që nuk betohet, nuk është aktor i mirë mjaftueshëm për të betuar. Kur e pyetën o zemra, a ke shkuar me vërtet në hënë apo jo? Ky tha po nuk pranon betohet. Nuk e di pse o zemra, kot sa për mohabet me u bëj krahasim, ky kostumi që shihni këtu është kostumi që supozohet këtë çon njeriu në hënë. Qofse krahason me kohën e sotshme, është më pak i avancuar se bataniet e kampingut që përdorim ne tash. Por ne tash nuk mund të shkojmë në hënë o zemra, të shohim çfarë rrena shponxierë me këtë projektin e ri. Nëse domethënë për të ndryruar çik them, kjo këtu supozohet të jetë anija me cilën kanë shkuar në hënë. Siç e shikoni o zemra, kjo përbëhet nga materiali që përdor ti te kuzhina, nga letra alumini të kuzhinës që mbledhin patatet edhe mishin kur të pranë, kupton? Me këtë kanë shkuar në hënë o zemra. Plus o zemra, më sa duket kjo anija këtu që përbëhet nga letra aluminit është teknologjikisht aq e avancuar sa të ulet në hënë dhe mos të bëj krater. Dhe sidomos kur ngrihet nga hëna, pastaj që më kthy prapë në tokë, nuk ka nevojë me bënë krater, në shpërthim, në gjë, në presion, raketë poshtë që të ngrihet raketa lart. Jo më zemra, mjaftojnë ca fishek zjarre. E kupton? Plus që më sa duket, më sa shoh nga video, më duket se pas kalon njërin mbrapa. Si po e ndjek kamera më zemra, e lat njërin hënë? Ç'ta dini ju o zemra, kur u kthyn në tokë këto, me siguri kanë dalë nga anija kozmike me komën e majt, kanë dalë me komën e tërsit. Ca ditë ka ndodhur një fatkeqësi. Fatkeqësia është që NASA humbi teknologjinë o zemra. NASA ka humb teknologjinë me çfarë shkum në hënë, edhe nuk mund të shkojmë sot të kësaj dite, nuk mund ta replikojmë. Gjithashtu o zemra, gjë tjetër që humbën është shumicën e fotove dhe videove që kishin bën në hënë. I humbën o zemra. Megjithëse kishin shumë satelita që mund të t'japin secili nga një video të pa edituar gjithë rruga nga toka në hënë dhe kthim o zemra. Por e humbën videon, plus teknologjinë. I kanë humbur o zemra, s'kenë çfarë më bë. Nëse i krahason kompjuterat që ka pas vet NASA në atë kohë, mund të shohim që kapacitetin e kanë sa ç'kan makinat llogaritse në kohën e sotshme. Plus nëse krahasojmë teknologjinë, siç u thash kjo prej alumini, e kupton? Nëse krahason me raketat e SpaceX, Elon Musk, që ulen vet, kupton çfarë do të them? Nuk ka krahasume. Por që ky boti del dhe thotë që nuk mund të shkojmë në hënë. Pse nuk mund të shkojmë zemër? Sepse nuk na dalin llogarit. Ka një linjë asteroide që quhet Van Allen që nuk të lë. Nuk mund ta llogarisësh mjaftueshëm që të jesh i sigurt që do arrish në hënë. Por kanë arrit 1969-ën. Kështu është kur shkon me lutje. E kupton, me lutjet e Zotit, me ndihmën e Zotit. Megjithëse nuk mund betohesh, nuk e di si funksionon zemër. Me sa duket të plak njeriu pas ka pas aq shumë qejf me shkon në hënë, saqë arritëm të shkonim në hënë 20 vite para se të shpikej valixha me rrota. Kemi arrit në hënë para se të shpikej kondicioneri i makinave, gjithashtu kemi arrit në hënë para se të shpërndaheshin në masë që janë tash linjat e telefonave. Nuk ka pas shumicë njerëzve telefon. Por ç'a ndodhi, gjë shumë interesante është që kur shkon këto në hënë, zemra, morën telefon presidenti Nixon, edhe ai ja hapi, edhe foli me hënën o zemra. Kohën atëherë nuk ka pas teknologji siç e kemi ne sot, për shembull WhatsAppin, me ta çuj video i foto dhe ty del direkt në telefon. Nuk ka pas teknologji të tilla, por me sa duket i pas kanë pas mediat, shumë më tepër se që kemi ne sot o zemra. E dini pse? Se fotot që kanë bën në hënë, zemra, ta zëm se shkon sot në hënë, nesër në gazeta kishte foto nga hëna, edhe televizori kishte video nga hëna. Nuk e di si i morën o zemra, se s'kishin ardhur akoma. Sa për dijeni o zemra, teknologjia ka avancuar shumë me kalimin e kohës. Në kohët e sotshme ne kemi teleskopa që vlen nga 10.000 euro, edhe mund të shohim galaktika dhe galaktika larg, domethënë qindra vite drejt larg. Por diçka që nuk mund ta shohim është flamuri që kanë vënë hënë. Keni parasysh ky flamuri amerikan që u val vit, edhe pse s'ka atmosferë, kët nuk mund ta shohim o zemra, po mund të shohim galaktikën ama. Sa më dali sekond nga tema, e keni vrarë herë menin pse kushtojnë kaq shumë teleskopat, me nga 10.000 euro me vudurët në kokë. Është thjesht një xham zmadhues apo i xhami tjetër zmadhues, apo i xhami tjetër zmadhues. 10.000 euro zemra, ka që rëndësishme është, mos ka ndonjë teknologji mrena, mos ka ndonjë gjë që nuk e di mrena. Për shembull, më ia dhoni rast, keni parasysh kamera Samsungut që kur e bën zoom in te hëna tregoni foto internetit hënës, në vend që tregoj hënën, pse që dali foto më e bukur. Kupton çfarë do të them zemra, kjo është ajo që do ti do me pa hënën falso, mos e pa shef dhe me teleskop dhe para ne i bëj nga 10.000 euro. Nëse domethënë për të kthyer prapë te çështja, të mos vajtja e njeriu në hënë, e kupton? Këto video dhe fotot që kanë sjell mund të vinë re që nuk kanë asnjë yll. Nuk mund të gjeni një yll të vetëm të video dhe fotot që kanë sjell. Pse më zemra, kupton, hëna nuk ka atmosferë siç ka toka, do shifje shumë më tepër yje se ç'shef nga toka. Nuk ka asnjë yll. Masa nga që është falso, nuk mund t'i bësh, sepse nuk mund t'i bësh në mënyrë perfekte. Ka komunitete astrologjike që vetëm me yje merren, edhe do të thoshin direkt shisa falso e ke bë. Kështu që thjesht e kanë ra shkurt o zemra. Boje pa yje fare, kuptoj, kanë ra shkurt. Edhe pastaj thon ty që nuk kishim kamera të mira, por kishim teknologji me shkon hën. Nuk kishim kamera o zemra. Sa për dienin tuaj që mos zgjatemi dhe shumë më tepër, me këto video që kanë sjellë herë këto kanë lënë no o zemra, as si kanë menduar mirë, kuptoj sikur kanë qenë në urgjencë. Te kjo foto që është koput nga një nga videot që soho mund të shihni më tepër se një burim drite. Edhe supozohet të ketë një, kuptoj, dielli, në thonjza. Jo zemra, janë dritat e prapaskenës, por ne ka shumë burime drite. Ky guri këtu është guri më i famshëm në botë. Mund ta kërkoni si guri C. Ishte një gur në hënë me shkrimin C.
sepse është skenar filmi, e kupton? Gurin B këtu, gurin C këtu. Kanë harruar me kthy C në poshtë, o zemra. Për ta më këtë mohabet, unë desha më kujtoj që nëse jo kanë rrejt për vajtjen në hën, që hëna është këtu. E kupton çfarë do të them? Imagjino sa po ju rrejnë për galaktika, e gjona 200.000 vite dritë lart, sidomos për faktin që gjithçka po rrotullohet në mënyrë të pakontrollueshme, pa parashikueshme. Atje rrotull. Çfarë po rrotullohet më zemra? Diçka që ekziston që në fillim njerëzimit është astrologjia. Edhe nuk do kishte pas fe, po mos ishte për astrologjinë. Ekziston shumë para Abrahamit, që ta dini ju. Astrologjia zemra që në fillim njerëzimit na flet për diçka në qiell që quhet shigjetari. Kthej syt nga qielli sot një natës do shohësh shigjetarin. Po rrotullohet gjithçka më zemra. Thjesht desha më ju thonë që harrojeni se ka gjë për te limitit. Për çfarë limiti e kam fjalën për limitin që flet gjithë njerëzimi që në fillim njerëzimit. Flasin njerëz që i kundërshtojnë njëri tjetrit për të njëjtin limit. Këtë nuk e pranojmë sot kësaj dite. Nuk mund të thonë që ka limit. Ju e kam përmend këtë gjë edhe herë tjetër. Edhe nëse ju thonë që mbaron universi dhe ka limit pas shumë galaktikave, ti edhe gjithë bota do pyesësh direkt çka ka për te limitit. Ka murs pa dukshëm që ka Zoti për te limitit, për ne thonë që ka infinit. Gjitha ne, nga do që kthe kokën. E shef këtë yllin, kë është 200 milion kuadriliard kilometra larg. Harrojeni se ka gjë për te limitit, o zemra, për te firmamentit që flet gjithë njerëzimi që në fillim të njerëzimit. Qofse nuk besoni, sa më ju dhonja 2 shtytje të fundit, e kupton? Mund të kërkoni këtë dokumentin këtu që është nxjerr nga NASA, ku mund të shihni që sipas NASA-s toka është e shteshtë dhe e palëvizshme. Sipas NASA-s, o zemra, sa për dijenin tuaj, NASA në 1962 ka bërë një operacion që quhet Fishbowl, ka shkuar në mes të oqeanit paqësor dhe në Antarktidë dhe ka godit me raketa nukleare lart, ka godit firmamentin dhe pastaj kur nuk dolën dot shkruante dokumentat që është e pasuksesshme. Është e pasuksesshme edhe pse nuk po godisnin diçka, po godisnin për të pa dalin dot nga firmamenti. Dhe sa më dhon dhe shtytin e fundit, por çdo që mund ta kuptoj këtë duhet të them tash. Ekziston një gjë zemra që quhet relativiteti, që ka kriju mendjen dritur i Albert Einstein që shumë kohë më parë. Edhe sot e kësaj dite e quajmë teoria e relativitetit, sepse është bullshit. Sot mund të shkoni ta kërkoni, është një nga gjërat kryesore që kundërshton atë që observojmë sot në mekanikë kuantike, superpositionin, fakti që mund të jesh në dy gjendje të njëjtën kohë, plus transmetimi në kohë zero. Ekziston diçka që është më shpejt se e drita, o zemra, quhet quantum entanglement, transmetimi në kohë zero. Vazhdoni besoni shkencën, o zemra, shkenca kundërshton shkencën. Hajde natë mirë.